prej listës sërbe, ose prej një listës tjetër potencialisht për shembull kundër kandidatëve politik. Nuk mundesh, nuk ekziston ky mekanizëm, edhe mirë që të ekziston, se pastaj ku është roli i demokracisë në këtë vend. Për çfarë po avokojnë këta njerëz? Që me i bë presion deputetëve me votu për këtë dojnë këta, me ndërtu koalicione që dojnë këta, nuk funksionon kështu. Nuk funksionon. Ju pëlqej si ju pëlqej kjo kështu demokracia? Se realiste Fatimi këtu? Me qenë realiste sepse as unë as ju nuk jemi në referendum popullor për pëlqyeshmëri. Jo, absolutisht. Unë asë qaj kokën për këtë pjesë. Nuk jam zgjedhje une, nuk kam me marrë vota prej publikut. Po prandaj, zonja Fatime. Jo më shumë rehat këtë kam me pozicionën një që kam këtu. Prandaj, unë gjykoj që du t'jemi realist. Me qenë se nuk jemi në referendum për pëlqyeshmëri, as unë as ju, do duhet ta themi me zë më të fortë që Kuvendi Kosovës, kur zgjodhin në kryetarin Rashić, shkeli të drejtën. Absolutisht shëndron. Edhe kjo në bazë vendimit që kanë nxjerrë gjykata kushtetuese, absolutisht shëndron. Edhe pa dramacitet, pa egzagjerim, absolutisht ka shkuar procedurë rregull, kanë kaluar me short, e ka marrë në kryetarin zoti Rashić. Unë se kam quar aty, serte kam votuar. Ne si shumicë kemi përgjegjësinë edhe ndaj pakicave. Po pa diskutim, prandaj Rashić është në kryetar atje. Zotimin që kemë dhënë para komunitetit ndërkombëtar. Zotimi nuk kupton mja votu listës serbe në kryetarin e. Absolutisht nuk qëndron kjo, nuk qëndron. I takon shumicës zonja Hajdari. Jo, asku nuk e sakson që shumicës. Mund të lundrojmë në anijen që përfason frymen e retorikës nacionaliste pafundësisht. Ska të bëj kjo me nacionalizmin, ka të bëj me drejtën e secilit deputet për të votuar në bazë bindjeve edhe vullnetit të lirë. Kur ta kuptoni këtë pjesë, pastaj e diskutojmë bashkë. Jo, absolutisht ska të bëj. Ska të bëj me asgjë tjetër, as me nacionalizëm, as me patriotizëm, as me asgjë. Diktohet nga retorika. Me çfarë retorike se votuan Albulena Haxhiun? Ata s'votuan pas bindjeve të veta. Dhe kjo është e drejtë e tyre absolute. Po kjo është çështje veç më që është e zauru. Ridi, vetëm pak. Ato s'kem nevojë me drama. Se Ridi ka ulë intensitetin e komunikimit. Unë flas pas fond, unë bardhën zezësh, nuk flas me ngarkesë. Kur ta vendos gjykata kushtetuese që është shkelje kushtetuese, atëherë i themi që është shkelje kushtetuese. Nëse nuk vendos gjykata kushtetuese përfundimisht le ta shpall kapitullimin në ndikimin politik. Edhe ashtu është. Se kapitullim? Qëto pikërisht problemi. Edhe ashtu, mjaft ka rezistu gjykata kushtetuese ndaj një presioni sistematik. Kur gjykata venon diçka që që kanë mendu këta e kalkulu, kapitulon gjykata kushtetuese. Kur nxjerr vendimi që si shkojnë në favor lëvizjet vetëvendosje, është gjykata e që nuk i nënshtrohet pushtetit. Po mos lutet se nuk qëndron. Ti po pretendon që gjykata kushtetuese mi u nënshtru listës serbe. Si me mu së më fletë kështu. Jo, për besë, flasim që që kemi të, si për të folur kemi ardhur këto. Shiko, nuk e ki përballë në i oponent politik. Nuk e ka gjykata kushtetuese listën serbe, e ka shtetin e Kosovës të shpallur me 17 shkurt. Prandaj ne një konstruksion kompromisi. Nuk e mësojmë gjykatën kushtetuese çfarë vendimi është me marrë. Jo, unë po them. Që se zvendos sipas botë kuptimeve dhe interpretimeve që janë drejt demokratike. Do në të kuptoj, unë po të kuptoj çka po du. Vish nuk është korekte, nuk është as në rregull, se ka posë edhe akuza, edhe hel, edhe pretendimet që ka ndërhyrje në gjykatën kushtetuese, edhe ka posë edhe asnjë ofendimi që ka kush je ti, po e shkel kushtetutën, rendin kushtetues, jo vetëm ndaj me, përgjithsisht ndaj tazëm edhe vetëvendosit. Tash, kur vjen puna në te, çfarë do të shoh vendimi që prap ti edhe një gjysmë kritike potenciale me hipotetike, nëse gjykata del që s'ka shkelje, tash s'koka, tash kurrë s'po bëhet, tash ban me kritiku. Nëse s'ka në favorin e rrjedhës së mendimit qysh ki qef me thonë ti kohabital me kompin nga narrativa me ofendu dikon. Unë e flas në emrin tim. Ridi thot ti tha nëse vendos ndryshe
Kapitullon, kapitullimi i gjykatës kushtetuese është... Qysh pa vjen marrë ti kështu me shkit kushtetutën? Ishe kon pojt njëti ti, mos para gjykoj. Rrit, unë kishe dhënë mu, kisha dhënë unë që ta. Thëmë, absolutisht, unë nuk flasë... Ti pe shkit rendi kushtetus, ti po do me kap kushtetutën, ata e njës me kredibilitet. Gash edhe rrit, aktualisht s'ka vendim. Si zbatimit të rregullat. S'ka vendim, s'ka mas përkoshme. Po, kushtet, koha po kalon. Një fjali.